është nder, domethënë sepse së pari herë, domethënë në historinë, domethënë e vetë funksionimit të shtetit të Maqedonisë, në qytetin e Velesit, domethënë nga vetë Ministria e Arsimit e asaj e viteve të 2008, me vendim domethënë të Ministrisë së Arsimit dhe qytetit të Velesit të Komunës, është pranuar që të hapet paralelja e parë në gjuhën shqipe në qytetin e Velesit, e cila ka mundësuar që shqiptarëve, domethënë të rrethinës së Velesit dhe të Velesit të shkollohen në gjuhën shqipe në paralelen e parë në gjimnazin Koço Racing, të cilë ka qenë një vullnet i mirë, dhe ne, një grup profesorëve, domethënë të cilët kemi ardhur nga qyteti i Shkupit dhe profesorët nga Velesi të viteve të para, që kanë qenë në atë periudhë, domethënë profesori Ilan sot është i ndjerë, profesori Rakip Doçi, profesori Bedri, une dhe më vonë edhe profesorë të tjerë, domethënë të cilët i kanë shërbyer domethënë paraleles në gjuhën shqipe nga viti 2008, sepse ka qenë mungesë e kuadrit në të cilën ka pas problematik fshatët e Velesit dhe rrethinës ku kanë jetuar shqiptarët, ka qenë mungesë, andaj ne kemi bërë në mënyrë vullnetare për të shërbyer paraleles në gjuhën shqipe në gjimnazin Koço Racing, ku më vonë në vitin 2023, me vendim të Ministrisë së Arsimit do të hapet edhe shkolla ekonomike, edhe paralelja në gjuhën shqipe në shkollën ekonomike në Veles. Është një nder, domethënë të thuash, sepse në shkollën e gjimnazit Koço Racing, posaçërisht prej vitit kur është bërë domethënë festë shtetërore, festa e 29 nëntorit, ditës së alfabetit, shkolla Koço Racing domethënë lejon domethënë dhe ka marrë angazhim dhe organizim për të manifestuar festën e 22 nëntor, ditën e alfabetit, ku janë mbajtur domethënë programe domethënë të nga nxënësit, nga profesorët, të cilët kanë realizuar projekte të tjera brenda shkollës, duke u festuar festa e 29 nëntorit apo ditës së alfabetit të gjuhës shqipe. Andaj duhet të theksoj dhe të vlerësoj këtu një kontributin ton, por posaçërisht nxënësit e Velesit, të cilët marrin guximin dhe sot nga viti 2008, nga kjo paralele sot janë shumë profesor, mësimdhënës që cilët ligjerojnë dhe mbajnë mësim në shkollat fillore të tyre dhe nga kjo shkollë kanë dalë edhe sot të ketë edhe asistent nëpër universitete. Domethënë brenda vitit të parë, domethënë deri në vitin e 4, paralele në gjuhën shqipe, domethënë numri i nxënësve në çdo paralele shkon domethënë nga 34 po 32, në vitin e parë domethënë si vetë janë regjistruar 32 nxënës. Vitin e dytë janë domethënë 24. Gjithsej numri është diku rreth 100 nxënës në paralelen e gjimnazit, por një fat i mirë është sepse nxënësit shqiptarë domethënë të rrethinës së Velesit regjistrojnë edhe në paralelet në gjuhën maqedone, në të cilat i plotësojnë ato mungesat të klasëve, të cilat janë mungesë që i shërbejnë domethënë edhe stafit mësimor edukativ-mësimor, të cilët janë profesorë, të cilët i plotësojnë kushtet për të ekzistuar një klasë me numër domethënë të caktuar nga vetë Ministria e Arsimit, ku shqiptarët domethënë nuk i kanë këtë problem, janë të regjistruar në shkolla domethënë profesionale, por edhe në gjimnaz domethënë që kanë në drejtimet që janë mësuar në gjuhën maqedone.